Nisin sot ndeshjet e fundit që mbyllën fazën e parë të kampionatit ABiznes superiore për sezonin 2025-2026. Ju përshëndes miq me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Adush Muça i qytetit Ballçit. Luhet sot Bylis Vora, një takim ku kërkohet maksimumi nga të dyja skuadrat. Nuk ka më alibi tek skuadra vendase, 3 humbje radhas i rëndojnë disi situatën dhe sot kërkohet reagimi nga skuadra vendase, ndërkohë që Vora pas fitores në Elbasan Arena erdhi humbja përballë Dinamos dhe sot udhëton drejt Ballçit në një sfidë ku e veçanta tek skuadra e Vorës është prezenca e 11 lojtarëve shqiptar në formacion. Vashu luan mes shtyllave, Kane, Peralta, Përndreca, De Duro, Malomo, Mukatar, Koxhi, Marku, Përgjoni, Abazaje, Wallison. Ky është formacioni Mireliosës në këtë takim të sotëm. Ndërkohë një numër i pakët spektatorësh kanë udhëtuar nga Vora për ndjekur skuadrën e tyre dhe Arjan Bellaj vjen me këtë 11 Çeruçi, Zuna, Repaj, Tabaku, Karica, Kasalla, Bardi, Vrapi, Dalipi, Shej e Geci. Ky është formacioni i skuadrës deputuese në elitën e futbollit shqiptar, por dua ta theksoj edhe një herë tjetër, janë të gjithë lojtarë shqiptarë të cilët luajnë në formacion. Në një kampionat gjithë më shumë lojtarë tuaj. Ditmar Grimti do të vendos drejtësi, Marius Qose, Jetmir Podgorica dhe Indrit Myrta janë bashkë me të sot të pranishëm në Adush Muça. Indrit Myrta do të jetë gjyqtar i 4 në këtë sfidë, ndërkohë për sa i përket Varit, i cili në këtë ndeshje të sotme do të jetë pikërisht nga kryeqyteti, do tjetë Orlando Kuka dhe Enea Jorgji. Orlando Kuka në var dhe në A-var Enea Jorgji. Me uniformat e kuqe është Bylisi, me uniformat blu skuadra e Vorës, janë uniformat karakteristike të dyja skuadrave në një ndeshje ku sot pritet e me emocione, me spektakel. Nuk ka një interes të lartë të spektatorëve, ndoshta dhe për arsyet që në kjo sfidë zhvillohet në një ditë jave dhe është ora 14 kur një pjesë e mirë e njerëzve mund të jenë edhe nisë në këto momente me shkelmimin e topit të parë nga qendra nga skuadra e Vorës. Përndreca dhe Abazaj e dërgon topin brapa tek Vashu, rrezikon një autogol të skuadra e Bylisit. Nuk kuptohet kapiteni me portierin, gjithsesi është Vashua i cili zgjidh dhe kontrollon pa probleme. Përgjoni, Arli Përgjoni, mbrapa dërgon topin edhe një tjetër tek portieri francez, Vashu. Provon presingu Kariza, luan e inë Majculmit, vjen dhe Kasalla në atë duel, të silur mirë nga Aurel Marku, një nga më të mirë tek skuadra e Bylisi. Pa diskutim është një nga zbulimet e sezonave të fundit tek skuadra Mallakastriote, edhe sezonin e kaluar ishte pjesë e skuadrës së parë. Ky top për para drejt Malomos mungoj në sfidën ndaj Elbasanit për shkak të një dëmtimi, por sot nga minuta e parë një nga lojtarët më të rëndësishëm në formacionin Mallakastriot, Malomo, do t'jetë Zuna në rivënie me duar, gjen kapitenin Tabaku, topi gjatë i tij, kërkohet Kasalla për para, Ryn Marku, shtatlarti vendoset mirë. Mungon Bruno nga takimi përballë Elbasanit, luan Marina Baze, kapitenin që qendër të mbrojtjes, ndërkohë që dhe në vend të Mustafa është Wallison. Kjo është zgjedhja e teknikut Mireliosa. Tabaku provon këtë kërësim, vjen Patrik Bardhi në shtyllën e dytë, Kane së bashku me Geci në këtë duel, provon Kane ta mbrojë topin, e bën një gjë të tillë, rivënie me duar. Kujtojmë nisë java e 9 e kategorisë superiore, ABiznes superiore, plani parë për Mireliosën, ndërkohë që sot do të vijojnë me sfidën tjetër, atë të Arena Ignatiës, ku skuadra vendase Ignatiës në Rogoshin do të presë Teutën, skuadrën e pamposhtë të kampionatit, ndërkohë që duelet interesante do të luhen edhe në ditën e nesërme, ku sfidat janë po aq delikate. Kujtojmë derbin Dinamo Partizani, gjithashtu sfidën mes Tiranës dhe Elbasanit, të cilat zhvillohet në arenën kombëtare. Provohet më njëherë me këtë top të gjatë, ndërkohë që flamurtari Vllaznia është takimi i 5 që plotson kalendarin e javës së 9.
Me shpejtësi Ruçi për Dejan Shenjë, më pas Zuna largon nga zonë në presingun e Mallakastriotëve për Ndreca, kombinon për një çast me atë durën, u mbasin topi lojtarët e Bylisit. Kasalla nis vrapin krahun e majt. Shohim dhe zhvendosjen e Gecit, për të është pasimi. Zhvendoset nga qendra tashmë Geci. Mbrapa gjen në Repaj në zonë të sigurt e dërgon topin. Provon vetë Shkodrani, gjen Kasallën. Edhe një tjetër Geci. Vrapi. Ky pasim për Kasallën, ka faull thot Ditmir Grimci. Ka një ndërhyrje të gabuar ndaj Vrapit. Kemi goditje të lirë për skuadrën e Vorës. Gjasht pikë vendi 8 për Bylisin, 10 pikë vendi 6 për skuadrën e Vorës. Vjen Vrapi së bashku me Bardhin, dy lojtarët të cilët ndodhen në këtë moment pranë topit, në këtë goditje të lirë për skuadrën e Vorës, Vora e cila ka zhvilluar një kampionat deri diku të kënaqshëm. Ky është Arjan Bellaj, tekniku i skuadrës së Vorës, ish trajneri i skuadrës së Bylisit. Tashmë në drejtimin e Vorës që nga sezoni i kaluar duke bërë një punë të mirë, një punë e cila e ngjiti skuadrën e Vorës në elitën e futbollit shqiptar, Vora e cila nuk duket thjesht një vizitore, të paktën për ato që ka treguar. Kombinimi mes Vrapit dhe Bardhit, vjen kërcimi, largon për Ndreca, provon të këmbgul aty Karrica në duelin me Wallison. Karrica mbyllet nga Wallison, më pas është Koxhi, ka faull ndaj tij, gabon Dalipi, goditje e lirë për skuadrën e Bylisit. Mungon Luis Filipe, mungon Ruzgis tek skuadra e Vorës, dy sulmuesit nuk janë të gatshëm për këtë sfidë të sotme, ndërkohë që Vez Brunos, i cili është skualifikuar për shkak të kartonit kuq në sfidën ndaj Elbasanit, mungon edhe Kamara, një pikë fort, duhet thënë, e Mallakastriotëve, të paktën në ndeshjet aktivizuara në këtë sezon. Kasalla provon të lëviz nga e majta, gjen Gecin, edhe një tjetër Kasalla, mjaft mirë, ai kaloi Kasalla. E ban brenda vijeve kufizuese topi Kasalla, tjetër triblim, kjo ndërhyrje dhe kemi faull, thot Grimci. Shkakton kapiteni Abaza këtë faull ndaj skuadrës së Vorës, probleme për Kasallën. Shkojmë edhe një tjetër, kjo është ndërhyrja, ndërkohë që Karrica nuk arriti të përfitonte në një pozicion favorshëm kjo ndërhyrje. Shohim kryesorin Grimci bën shenjë se ku duhet të ekzekutohet kjo goditje e lirë. Të shohim këtë goditje të lirë, vjen Arkimi në shtyllën e parë, largon për Gjoni, edhe një tjetër Bardhi, provon të shërbej Dalipi drejt zonës, topi kontrollohet nga ana e Vashu, i cili nis me shpejtësi Kane në krahun e djathtë, vjet kontrollon e topit Kane, mbështet Peralta, kthehet pas Kane. Më pas është Malomo. E dërgon topin tek Peralta, niset Wallison. I thje Peralta, zhvendoset ai drejt qendrës, Peralta nuk vjen goditja, Malomo. Edhe një tjetër Kane, pritet krosimi, vjen i tij. Mbyll Dalipi, më pas pasimi për Kasallën. E kanë kontroll, Kasalla. Gjen saktë Zunën në krahun e djathtë. Nuk citohet Zuna, e dërgon topin brapa tek Dejan Shej, zbret dhe Dalipi për të organizuar manovrën. Kasalla. Fton Repaj, nuk nxitohen, arsyetojnë me pasime tek skuadra e Vorës. Geci. Mbrapa edhe njerë tek Repaj. Horizontal pasimi, kalon tek Dejan Shej,
topi nga djathta provon ta zhvendos lojën Vora, niset me shpejtësi Zuna. Nuk gjen mbështetjen e Bardhit, topi prekur brejtësisht shkon jashtë vijave kufizuese, i takon Bylisit në rivënie me duar. Ku? Për portierin. Unë ka kundra koja kthej unë tot. Me kohë? Po me kohë pra. Nuk do fat portieri vllazë. Probleme për Dejan Shenjë. Ose bëjmë të faktën edhe kthirja Të shohim një problem në kofshën e majt për Dejan Shenjë dhe ky mund të jetë alarm për Arjan Bellajn. Se do të kenë ndonjë tërheqje apo jo. Dejan Shenjë me njerë provohet lëvizja në stol, ngrihet me njerë në nxeje, Qibuike, shoqërohet nga mjeku jashtë vijave kufizuese Dejan Shenjë. Të shohim nëse do ta provojë sërish për të rikthyer Dejan Shenjë, nëse do të jetë në gjendje për të vijuar, rikthehet fushën e lojës qendërmbrojtësi. Topi në kontrollin e skuadrës së Bylisit, Arli Përgjoni. Kane. Mbrapa shkon edhe një herë tjetër tek Aurel Marku. Ade Duro. Abazaj. Edhe një herë tjetër shkon topi tek Aurel Marku. She lëvizjen e përndresës për të topi, por kontrollon pa probleme Ruçi, nuk ishte pasimi i dur nga ana Aurel Markut. Provon një diagonale gjatë. Ruçi, Repaj. Në basin topi lojtarët e Vorës, çojmë tu Peraltën. Hapësira nuk ka, mbrapa e kthen Përgjoni, provon të majtën. Ka distanca, nuk e gjen kuadratin e portës. Arli Përgjoni jashtë përfundon. Ka kaluar 10 minutat e para të sfidës. Ende nuk kemi parë diçka konkrete me përjashtim të një situate në çastet e para të lojës kur nuk u kuptuan lojtarët e Bylisit, gjithsesi Vashu ishte ai që zgjidhi në prapa vijën e tij, vrapi për Karricën. Shohim skuadrën e Vorës, ky top për Zunën, mbyll mjaft mirë Koxhi. Jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar, mbetën përpara skuadra e Vorës. Tabaku. Dejan Shenjë. Repaj për Dalipin. Vrapi. Gabon pasim mbyll Marku. Wallison. Edhe një tjetër lojtarët e Bylisit, Kane. Ade Duro. Përndreca, provon dal vet nga e majta Përndreca, shumë i shpejtë, lë pas Bardhin, në kombinim me Koxhin, Koxhi shkon drejt fundores, vjen krosimi, e mbyll Zuna dhe kemi goditjen e parë nga këndi, takon skuadrës së Bylisit, kur kronometri shënon minutën e 12 të kësaj përballje. Mjaft mirë dëvërtimi Përndrecës. Top në shtyllën e parë, Tabaku, më pas Bardhi, largojnë tek skuadra e Vorës. Kane mban edhe një herë tjetër Bylisin përpara. Ade Duro. Sërish e dërgon për Kane, jo i dur pasimi. Kthehet pas Kane. Vënon pak pasimin, e dërgon më pas tek Vashu, i cili shkurtimisht për kapitenin e Abazaj. Edhe një herë tjetër ja kthen portierit Vashu.
Nuk e humbasin topin, nuk humbasin durimin. Qarkullojnë me qetësi tek Byllisi. Për Ndreca, për Gjoni. Abazaj. Adeduro. Provon të avancoj vetë Adeduro. Kane. E lëm brapa për Markun. Për Gjoni. Peralta. Në dueli me Dalipin Peralta. Provon të kaloj Peralta. Ndalet me fallë të gjyqtari. Goditje e lirë për Byllisin. Një goditje e lirë duke një goditje nga këndi, vetëm se është disa metra më afër. Vjen për Ndreca pranë topit, shohim mundësinë e Byllisit. Kërkon respektimin e distancës kryesori Ditmir Grimci. Vjen sinjalizimi i Grimcit, kryesimi për Ndrecës. Largon Shej. Më pas Karrica, largojnë rreziku nga zona e tyre, Malo më mban edhe njëherë Byllisin në gjysmë fushën kundërshtare. Kane, i detyruar ta kthejë mbrapa tek Vashu, pa hapësira për të pasuar. Adeduro. Gabohet pasim tjetër top që i takon skuadrës së Vorës, kanë qenë Mallakastriotët që kanë prekur topin të fundit, rifënë me duar për miqt. Gjithçka rregull në të ndërhyrje. Një pasim i shkurtër, Kasalla, Vrapi, mbyllin lojtarët e Byllisit dhe Vrapi shkakton këtë faull në sulm, goditje e lirë për skuadrën vendase. Provon presingun Vora. Shohim Karrica, kërkohet Bardhi, Karrica, kjo ndërhyrje. Dhe të shohim kartoni kuq për Marina Bazajn për atë ndërhyrje. Kartoni kuq në minutën e 17 dhe duket diçka e ngjashme me atë që ndodhi në Elbasan. Shohim edhe një tjetër, ky është momenti dhe kjo është ndërhyrja. Karrica. Shohim edhe një tjetër, ky është momenti. Karrica është i shtrirë, ndërkohë që Abazaj i drejtohet dhomave të zhveshjes. Plani i parë për Bellajn dhe stafin e tij.
Vora ka një mundësi të mirë në këto momente. Një pozicion ballor me portën, diçka më shumë se 16 metra dhe ka disa goditës të mirë të cilët të mund të provojnë kuadratin e portës. Ta e parë edhe për tribunën qendrore, qëndrojnë të dy presidentët e të dyja skuadrave. Ndërkohë edhe një tjetër shohim këtë moment. Pamjet janë të qarta, ndoshta regjia e serviri edhe një tjetër atë moment për të parë dhe për të gjykuar për kartonin e kuq si lojtari i cili heq mundësinë e pastër shënimit kundërshtarit. Në këtë rast Baza i ka hequr mundësinë e pastër shënimit Karricës, kështu është gjykuar nga kryesori Ditmir Grimsi, por me sa duket edhe vari ka qenë në të njëjtin mendim me të, pasi nuk e ka ftuar për të parë më shumë. Gjithçka ka qenë e qartë për gjyqtarin fush, por edhe për Orlando Kukën në VAR dhe Enia Jorgjina VAR. Do t'jetë Geci, Vrapi, Tabaku dhe Bardhi, cili për tyre do të godas, vjen sinjalizimi, niset Bardhi, goditja, ndalet dhe përplaset në trupin e Malomës, vjen aksioni, por topi shkon jashtë vijave kufizuese në goditje nga këndi për skuadrën e Vorës, barazohet 1-1 numri goditjeve nga këndi. Geci, vjen ky kërcimi Vrapi, Dejan Sheje kthen qendër, ndërhyn me kokë aty Repaj. Provon Tabaku, ka faull në sulm, goditje e lirë për skuadrën e Bylisit. Ka qenë kapiteni i skuadrës së Vorës ai që ka shkaktuar këtë faull, me shpejtësi e nisi tek Bylisi. Provojnë më njëherë kundër sulmin. Ade Duro fton aty Koxhin Malomo, i ndërhyn zuna, rivënë me duar. Edhe një tjetër, Ade Duro. Marku ka marrë shëritin e kapitenit pas largimit të Abazajt. Kane, ka mbështetjen e Peraltës, për të është topi. Peralta provon të zhvendosë drejt qendrës. Malomo për Gjoni, edhe një tjetër në djathtë të Kane, pritet Arkimi, vjen i tij. Wallison brenda zonës. Më pas Malomo! 1-0. Zhbllokohen shifrat. Realizon Malomo, minuta 21. Nuk ka rëndësi nëse janë me një lojtar më pak. Grintoza kërkues gjen rrugën e rrjedhës në minutën e 21 tek Bylisi. Shënon Malomo. Zhbllokohen shifrat. Një gol që sjell entuziazëm tek Bylisi, ndoshta pas atij momenti të errët kur skuadra mbeti me një lojtar më pak nga dalja me karton të kuqe, Marina Bazaj tashmë vjen ky gol nga ana e Malomos. Shënon 21 vjeçari, kujtojmë 2 gola për të në sfidën përballë skuadrës së Partizanit dhe ky është goli i tretë. Top përpara, largon aty Ade Duro, rivënë me duar për skuadrën e Vorës, të shohim reagimin e miqve. Kemi mbritur në minutën e 23.
Repaj me këtë top për Bardhin brenda zonës, Bardhi shërben Karrica, nuk vjen goditja. Edhe një tjetër Karrica, vjen aksioni, Karrica me të majtën. E gabuar goditja. Marku ftohet Kanen krahun e djathtë. Ky pasim për Peraltën, por asistenti thotë që topi ka kaluar vijat kufizuese. Edhe një herë tjetër. Vora provon të organizohet me Dejan Shejn, që duket se nuk ka patur më probleme ka ajo situatë ku mori ndihmën e stafit mjekësor, tashmë tjetë në fushë qendërmbrojtësi. Kasalla është vendos lojën tek Patrik Bardhi. Tabaku. Topi mbrapa tek Dejan Shej. Dalipi. Repaj në këmbë Bellaj duke dhënë udhëzime për të tjerët. Zuna u mbet topin Ade Duro. Niset Peralta, të shojnë kundër sulmin e Bylesit. Peralta. Gjithje Peralta, vjen Kane. Për hierarkimi i tij, Kane largon Repaj, më pas vrapi. Repaj edhe një tjetër Geci. Sërish Repaj largohet topi nga zonë. Karrica është i vetëm, provon në mbështetjen e shokëve të skuadrës, nuk arrin të shërbejë Malomo. Ndërsa topi shkon mbrapa për ndreca. Ade Duro për Gjoni, për Markun. Edhe një tjetër mbrapa topi, Ade Duro. Sërish Aurel Marku. Topi gjatë i tij. Dalipi. Ka faull dhe kemi goditje të lirë, ka gabuar Malomo, autori i golit, i cili do të ketë edhe më shumë detyra mbrojtëse tashmë me zhvendosjen e Koxhit në prapa vin linjën e majtë mbrojtjes. Dejan Shej. 4-4-1, tashmë rreshtimi tek skuadra e Bylesit me largimin e kapitenit dhe zhvendosjen e përndrecës në rolin e qendërmbrojtësit dhe Koxhit në krahun e majtë të mbrojtjes. Është përndreca i cili e dërgon topin edhe një herë mbrapa tek Vashu, më pas është Aurel Marku. Topi gjatë i tij, kërkohet Koxhi, mbyll Bardhi, Zuna drejt Xhulio Tabakut. Më pas Bardhi, çojmë ky pasim për Karricën, e gjen saktë, edhe një tjetër Bardhi, kjo ndërhyrje ndaj Karricës, Kasalla brenda zonës, vjen dhe Xhulio Tabaku, Kasalla mban topin për Tabakun. Mbyllet, është Zuna, vjen aksioni, Dalipi. Arrin të kalojë Wallisonin, Dalipi, nuk vjen goditja, i ndërhyn për Gjoni, por Dalipi e ka topin kontroll. Repaj, e zhvendos tek vrapin krahun e majt. Geci. Repaj edhe njërë tjetër. Dalipi. Dejan Shej. Shojmë Bylesit tashmë të tërhequr. Xhulio Tabaku, Dejan Shej. Edhe njërë tjetër topi shkon tek Repaj. Provon të shty vetë për para Repaj në mbështetjen e vrapit për të pasimi. Vrapi për Gecin. Kthehet pas dhe Geci, nuk ka hapësira, sërish të dërgon topin për Repajn. Xhulio Tabaku. Bardhi. I ndërhyn për një çast Malomo, kontrollon topin Dejan Shej. Repaj e merr sërish. Geci. Bardhi. Provon të kaloj vetë Bardhi, gjithje Bardhi më pas Geci. Mbyllet nga Aurel Marku, Wallison. Provon edhe njerë Bylesit shfaqet me kundërshtim. Tabaku ka faull të kapitenit, kemi goditje të lirë për Bylesin.
Ky top i gjatë kontrollon Ruçi. Dalipi, Bardhi, Kasalla, Geci, kërkohet Bardhi, ndërin aty Koxhi, më pas Malomo, sërish Koxhi. Koxhi i ndërin Tabaku, rivënë me duar për skuadrën e Bylisit, frymëmarrje. Minuta 29 luhet nga Dush Muça, 1-0 shifrat, vendos goli i Malomos. Një gol i minutës 21, ndërkohë që nga minuta 17 Bylisi me një lojtar më pak në fushën e lojës. Koxhi shkurtimisht për Malomon, kjo ndërhyrje është gabuar me faull të gjyqtari. Dhe kemi goditje të lirë për skuadrën në Malla Kastriote, e cila edhe në këtë mënyrë mund t'i afrohet portës kundërshtare. Kujtojmë nda Elbasanit gjeti golin pikërisht nga një goditje standarde në arkimin e përndrecës dhe finalizimin e Aurel Markut. Të shohim çfarë do të jetë kjo goditje e lirë. Ka lojtar shtatlartë si Përgjoni, Marku, ashtu dhe Përndreca, shpesh del në goditje standarde. Vend në arkimi Malomos, në duart e Ruçit përfundon topi dhe niset me shpejtësi Ergin Kasalla, çon kundër sulmin e Vorës. Kasalla vonon disi Kasalla, shelevizin e Karricës, dueli me Kane, vjen kontrollin e topit Karrica, provon ta mbaj me forcë Karrica, lëviz mirë, gjithë Karrica shkon drejt fundores. Përgjoni e mbyll dhe kemi goditje nga këndi, jo vetëm rivënie fundore. Nuk është dakord Karrica, por Ditmir Grimci vendos për rivënie fundore. Shohim ajo e qeshur, ndoshta ironike Karricës. Përgjoni. Shkon topi te Kane në krahun e djathtë, ka hapësira, i avancon gjithë Kane. Kane kthehet pas Peralta. Akoma mbrapa Përndreca. Qarkullojnë topin tek Bylisi, Aurel Marku. Përgjoni, Marku gabon pasimin, por Geci nuk arrin ta kontrolloj. Kane lë jashtë vijave kufizuese në rivënie me duar. Edhe një tjetër mbrojtës si krau djathtë të erë në rivënie anësore. Ndërhyn në vrapi, ndërkohë që ka një top të përplasur në fytyrën e Peraltës, është shtrirë në fushë Peralta. Plani parë për Mirë Eliosën dhe stafin e tij, duken të qetë, të ulur në pankinë. Adeduro mbyll Tabakun. Deanshej, Kasalla, ftohet Repaj, avancon në Repaj. Kasalla, Deanshej, gjithë Deanshej, Tabaku, gjen saktë Bardhin, edhe një tjetër Tabaku. Top zon Karrica, mbyllin lojtarët e Bylisit.
Ky falli Gjulio Tabakut. Këtë ide lirë për Bylisin, ajo që i duhet mallakasriotëve për të administruar rezultatin dhe të shfaqen nëpërmjet kundërsulmit apo goditjeve standarde, pasi avantazhi nuk i bën dhe aq kërkues sa ishin fillim, por megjithatë ajo është inferioriteti numerik ku duhet menaxhuar dhe forca, duhet menaxhuar fuqitë, pasi ka edhe shumë minuta për të zhvilluar në këtë duel të javës së 9 a Biznes Superiore. Koxhi arrin të kaloj mirë. Faul është i Zunës, goditja e lirë i takon skuadrës së Bylisit. Dhe Zuna ndëshkohet me kartonin e verdh. Gjyqtari Ruçi kontrollon. Deanshej. Dalipi. Kasalla. Vrapi. Ky pasim për Gjecin, vjen kërësimi, deviohet topi në këndore e dyta. Shohim Ditmir Grimci afrohet drejt gjyqtarit të katërt. Dhe me se duket ka karton të verdhë për një nga stoli i skuadrës së Vorës. Vjen kërësimi, Vashu gërshton, largohet topi, Zuna, Gjeci, edhe një tjetër për Zunën, Rinu Allison, ndërlikojnë tek skuadra e Bylisit, tek skuadra e Vorës, qojnë Bylisin, ky pasim i gabuar, kontrollon Ruçi, i cili nis me shpejtësi Dalipin. Karica. Ky pasim drejt Kasallës. Malomo. Shohim hapësirat që lë tek skuadra e Vorës. Allison, kjo goditje. Kontrollon Ruçi, me sa lehtësi shfaqet Bylisi. Me sa lehtësi arrin të godas portën Peralta. Dalipi. Bardhi. Zuna. Dalipi. Tabaku. Vrapi. Tabaku. Topi gjatë. Deanshej. Bardhi. Karica kërkon gjej Zunën, shumë larg portës dhe Karica qendër sulmuesi. Deanshej. Repaj për Vrapin në krahun e majt. Gjeci. Dalipi. Deanshej. Zuna.
Pasim për Bardhin, për vot Krosimi, e mbyll Koxhi, tjetër goditje nga këndi, e treta për skuadrën e Vorës. Vjen Krosimi i gabuar. Kane i dëmtuar, në kohë shohim dhe tifozërinë e Vorës që ka udhëtuar për ndjekur këtë sfidë sotme. Ngrihet Kane, nuk ka probleme për lojtarin e krahut të djathtë. Topi takon skuadrës së Vorës në rivënie me duar, kronometri shënon minutën e 40 të pjesës parë, 1-0 shifra në minutën e 21, Maloma kaloi në avantazh skuadrën vendase. Dejan Shej, topi gjatë për Bardhin. Shohim Bardhi, vjen topi drejt qendrës zonës, ndërhyn Vashu, kontrollon francezi. Edhe një tjetër vendimtar Vashu. Malomo. Për Ndreca. Topi drejt Koxhit, nuk arrin ta ulë ai. Dejan Shej vetëm mbyll, lërgon topin e zhvjeve kufizuese, nuk arrin të shërbejë për shokët e skuadrës. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit të fraksionit të parë të lojës. Topi takon Bylisit në këtë rivënie me duar. Do të jetë Koxhi ai që do të kryej këtë rivënie me duar. Wallison. Dejan Shej. Ade Duro për Wallison, Tabaku ndërhyn vrapi, edhe një tjetër Repaj. Zuna. Shej për Repaj sërish. Vrapi gabohet në të pasim nga ana Repaj, nuk e mbrin vrapi topin, çojmë Kane, këtë dalit të Bylisit Kane për Wallison në duelin me Tabakun, nuk arrin Tabaku dhe kemi faul. Kartoni verdh edhe për kapitenin e skuadrës së Vorës. Ndëshkohet ai, pas Zunës edhe Tabaku ndëshkohet me kartonin e verdh. Në minutën e 42 vjen ky kartoni verdh për Tabakun. Të shohim çfarë do të sjellë ky moment për skuadrën e Bylisit. Për Ndreca pranë topit, vjen sinjalizimi, kjo goditje
Ndalet, kërkohet topi prekur me dorë, vjon lojën gjyqtari, që në kundër sulmin në krahun tjetër. Niset me shpejtësi. Geci, më pas është Karrica, zhvendoset drejt qendrës, ky pasim për Kasallën. Topi shkon tek Vashu. Në kohë tek Byli si kërkojnë 11 metrësh për top prekur me dorë, gjyqtari nuk ka ndarë njëjtin mendim. Të shohim nëse do të jetë një situatë që do të shihet në monitor apo jo. Ky është momenti. Por ka vjuar loja, pamjet e regjisë i pam nuk e dim nëse është sinjalizuar për të parë situatën apo është konfirmuar që gjithçka ka qenë në rregull për kryesorin Grimsi. Këto përbardhin për Gjoni. Ka ndryrën ndaj Koxhit, goditje e lirë. Shojmë edhe një tjetër, ky është momenti. Pamjet janë të qarta, gjithë mund gjykojnë vetë. Grimsi nuk e ka parë, por edhe sinjalizim nuk ka patur për të. Për Gjoni. Për Ndreca. Brava topi tek Vashu. Vashu rrezikon disi për arrin të largoj topin që po i drejtoi portës. Rifete me duar, kronometri shënon minutën e fundit të rregullt të pjesës parë. Të kohës së rregullt, nuk e dim nëse do të kemi shtesa apo jo. Repa ja dërgon topin tek Dejan Shej. Dalipi. Geci, kjo ndryrë ka ne gabuar, kemi fallë, goditje e lirë. Shojmë edhe një tjetër ndryrën e Kanec ndaj Gecit. Tre minuta shtesë dhe 3 minuta për të luajtur nga fraksioni i parë. Vjen ky krësim, goditja me kokë Dejan Shejt kontrollohet pa probleme nga Vashu, i cili nxiton për të nisur një kundërshtim të skuadrës së Bylisit. Ka ne, shohim vrapimin e tij. Ka qenë mjaft aktiv në krahun e djathtë, ka ne ky top drejt Malomos. Malomo i ndërhyn Ruçi. I ndërhyn Ruçi. Edhe një tjetër problematik Malomo. Vrapi. Ky pasim për Karricën, Karrica brenda zonës, Karrica vjen goditja në shtyll. Pozicioni jashtëloje, sinjalizon në asistenti për këtë pozicion jashtëloje. Nuk e lejojnë në përfundimin e aksionit, por sinjalizojnë më njëherë pozicionin jashtëloje. Shohim edhe një herë i dukshëm në këtë moment. Shohim edhe një tjetër të majtën e Karricës që është dalën në shtyll. Ndërsa kërkohet ndihma e stafit mjekësor për të ardhur në ndihmë Malomos.
I stopi me skuadrën e Byllisit në kontroll, Aurel Marku me këtë top gjatë. Wallison vetëm e prek Ruçi më pas, ndërkohë që Malomo rikthehet fushën e lojës. Dejan Shej. Dalipi e humbet topin, ande Duro. Ki pasim për Malomo, edhe një tjetër Malomo, vjen goditja, ndalen nga Repaj, Peralta me të majtën, Ruçi grushton vendimtar Ruçi. Tjetër top i dhuruar nga skuadra mike dhe vendasit nuk arrin të finalizojnë. Shfaqen sërish të rrezikshëm, Ruçi bëhet edhe një tjetër shpëtimtar i detive. Plani i parë për shkëlqen Ruçin. Kasala. Vrapi. Zuna, Dalipi. Bardhi. Deli një kundra një, Bardhi, vjen ky krosim, largon aty Marku. Vrapi. Topi shkon edhe një tjetër mbrapa, nuk kam kohë, thot Ditmir Grimci, e mbyll tu pjesën e parë. Byllisi me një lojtar më pak nga minuta 17, por kryeson 1-0 fal golit të Malomës në minutën e 21. Pasi pushimi të shkurtër sërish bashkë për pjesën e dytë. Është larguar Repaj dhe Dalipi. Këto janë lëvizjet. Të shohim se si të shkojnë gjërat në këtë pjesë të dytë. Edhe pse në disavantazh tek Vora vinë 2 lëvizje, ndoshta të detyruara, por 2 lëvizje të cilat vinë në pjesën defensive. Me Dalipi një lojtar i cili luan përpara mbrojtjes dhe Repaj në qendërmbrojtësin. Danshej, Tabaku, Geci, Vrapi, gapon pasimin, ndërhyn Sulovari. Me aktivizimin e Sulovarit, Peralta ka kaluar në linjën e majtë mbrojtjes. Aty ku luhet i Koxhi pas largimit të Abazit dhe spostimit të përndresës si qendërmbrojtës. Zuna, Bardhi, Geci ka një fallë të Sulovarit, goditje lirë. Vjen krasimi i Vrapit, largon kapiteni Aurel Marku, jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar për skuadrën e Vorës. Tabaku, Karica, provohet krasimi drejt zonës, largohet topi, Geci, Tabaku, Vrapi, Kashari, Deashej. Top drejt Karicës, ndërhyn Marku, më pas Geci. As nuk godet, as nuk shërben. Në një pozicion ku mund të kishte bërë mirë Geci. Një top që i erdhi në të majtën e tij. Ndërhyn Vrapi me kokë, Tabaku. Ftohet Zuna në krahun e djathtë. Kashari. Çibujke dërgon topin mbrapa tek shkëlqen Ruçi.
Kashari. Edhe një tjetër Deashi, topi mbrapa te Këruçi. Çibuike. Kërkohet Karrica, këndërhyrje e Çibuikes. Goditje lirë. Do të jetë Kane në këtë goditje të lirë, shohim edhe një tjetër ndërhyrjen e qendërmbrojtësit ndaj Sulevarit. Topi gjatë përpara. Ka fallë tu Alisson, goditje e lirë. Tabaku. Qëndrojnë të ullur të dy trajnerët si Bellaj, ashtu edhe Mirel Josa. Tabaku. Gjeci. Nuk e mbrim bardhja topi, është vijave kufizuese, rivënie fundore. Ka patur një komunikim, është dëgjuar të thotë Grimci përsa i përket sistemit VAR me të dy kapitenët, Markun dhe Tabakun. Nuk e dim nëse do t'jemi me prezencën e sistemit VAR minutat në vijim apo jo. Është dëgjuar të përmend diçka rreth VAR-it, por jo maksimalisht e kuptueshme në atë që ka komunikuar nga ajo që është dëgjuar nga kryesori Ditmir Grimci. Rinë Tabaku me kokë, më pas Kasalla. Peralta. Ndje Kashari, Dejan Shej. Zuna. Alisson. Nuk e ndjen thoj se fare byli se inferioriteti numerik në një vore sot që nuk shohim të jetë agresive, si që jemi mësuar brenda kufive të asaj që mund të lejojë ndeshja futbollit, gjithmonë ka reaguar në pjesët e dyta, edhe pse nuk ka luajtur mirë në pjesët e para, në disa prej ndeshjeve ka reaguar në pjesët e dyta, ende nuk përshojmë reagimin deri në këtë minutë të 52. Gjithsesi ka ende minuta për të luajtur. Tabaku me këtë top gjatë për bardhin e ulej. Shojnë tre lojtarë në zonë, Karrica nuk e mbrin Gjeci. Ka flamur të ngritur, pozicioni ashloje. Shojmë kjo është momenti pozicionit ashloje të bardhit sipas gjyqtarëve apo diçka tjetër. Vrapje për këto mirë rivendamentuar i takon edhe një tjetër. Ngrihet tashmë Mirel Josa dhe jep udhëzime për të tijat. Kane. Gjeci. Sulevari e vrapi. Ka fallë të Grimci, goditje lirë për skuadrën e Bylisit. Vjen Kasimi i Sulevarit, Gruston Ruçi.
Aledore. Edhe një tjetër nigeriani në shqetësimin e bardhit, gjen për ndrecën, Malomo. Tjetër kërsim drejt zonës, largon vrapi, Geci. Vrapi edhe një tjetër, mbyllet nga Sulovari. Goditje lirë. Bardhi. Vjen ky kërsim, shkon në duart e Vashu. Përvoj Zuna i dalë në ndim të sulmit. Peralta. Wallison. Gjibujke. Dërin Adeduro. Wallison. Top drejt Kane, i ka buar. Je zhvjerë kuvizu se rivëni me duar për skuadrën e Vorës. Tabaku. Deashej. Kashari. Tabaku. Pa kuptim të i pasimit Tabakut, as kush në zonë. Marku, Kot Sulovari, kontrolon Tabaku, vrapi, Kashari, Geci, vrapi edhe njërë tjetër, Tabaku, Deashej, Tabaku, Geci, për vrapin, Kashari, Gjibujke, Bardhi, ka faul, kemi goditje të lirë për skuadrën e Vorës. Zuna, Kashari, Geci, Bardhi edhe njërë tjetër. Përvon të vendoset drejt qendrës Zuna, Geci. Vjen kërësimi Gecit, Karrica në rjetë, barazohen shifrat për ka flamur të ngritur. Në pozicionin e shloje Karrica, minuta 57. Shohim momentin. Kjo është momenti i golit të Karricës. Do të parë në nisjet aksionit. Pret një konfirmim nga vari. Ditmir Grimsi. Edhe një tjetër, ky është momenti i golit Karricës. Shohim nëse ka qenë apo jo në pozicionin e shloje. Në këmbë Bellaj
pret pranë asistentit për gjyqtarët e fushës, ka qenë pozicionin e shlojë, të shohim se çfarë do të thotë vari. Kjo është momenti i situatës dhe duket i rregullt në plan parë, gjithsesi mbetet për të përcaktuar nga ana e sistemit VAR, është via, shikohet gjithçka me detaj dhe është gol i rregullt. Është gol i Bernard Karricës, minuta e 57, një gol që konfirmohet në të 59-ën dhe vendoset bara spesha në Andush Muça. Vora shënon me Bernard Karricën, gjen rrugën e rjetës sulmuesi. Bara spesh në këtë duel të javës së 9, dueli që qeli javën e 9 të Abiznet Superiore, ndërkohë shohim Sulëvarin. Më pas është Wallison. Topi mbrapa te Kane, vjen kërcimi. Sulëvari, Wallison edhe një tjetër, kjo ndërhyrje e Kasharit, kemi goditje të lirë. Ky është momenti i pozicionit jashtëloje ardhur dhe me vjen e vendosur nga sistemi VAR dhe tashmë bara spesh, kujtojmë, realizojnë ndaj Elbasanit Karrica, po ashtu 2 golat ndaj Tiranës. Ky është goli i 4 në këtë kampionat. Sulëvari, vjen kërcimi, askush nuk e prek, Ruçi kontrollon. Për Gjoni, Kasala, shohim Kasala, Bardhi, kthehet pas, Kashari, Tabaku, Vrapi, edhe një tjetër Tabaku, Çibuike, Zuna. Kemi këtë faull, goditje të lirë për skuadrën e Vorës. E 62-a minutë. Tjetër faull ndaj Sulëvarit. Ndërkohë kujtojmë që vetëm me fillimin e pjesës dytë kemi patur prezencën e sistemit VAR, i cili me njëherë ka qenë protagonist duke ardhur në ndihmë e gjyqtarëve me atë gol i cili u konsiderua në pozicion e jashtëloje, por sistemi VAR konfirmoi që gjithçka ishte në rregull. Ndërkohë prezenca e tij nuk ka qenë në pjesën e parë. Çibuike, Geci. Shohim ky topi kthyer mbrapa. Vrapi, Kashari. Edhe një tjetër Kashari, Kasala. Nuk ka ritëm ndeshja. Bardhi,
Geci, kohet vrapi, nuk e ndjek vrapi aksionin. Për Ndreca. Këto për Wallison, Dejan Shej, Ruçi. Kashari, Geci. Bardhi. Kasalla. Gabon Kasalla, përvon të niset Bylis. Ade Duro. Kane. Kalon Gecin, Sulovari. Sulovari. Përvon këtë top, kontrolon Ruçi. Niset Zuna. Ka probleme për Peraltën. Shoqërohet topi jashtë vijave kufizuese. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor për Peraltën, ndërkohë që Daka bëhet gati tek skuadra e Vorës. Kërkohet Bardhi, vendin e tij do ta marrë Daka. E mbyll tu ndeshjen Bardhi, vendin e tij e merr Daka. Kthehet topi, ka fair play nga lojtarët e Bylisit, topi takon skuadrës së Vorës, ishin pikërisht miqtë ata që larguan jashtë vijave kufizuese për t'i ardhur në ndihmë Peraltës. Tabaku. Vrapi. Edhe një tjetër Tabaku. Kasalla, Geci. Vrapi e dërgon topin jashtë vijave kufizuese për t'i ardhur në ndihmë Kanes. Osmane Kane, mbrojtësi ka të djathtë, ka mbetur i dëmtuar. Probleme edhe për mbrojtësin e krahut djathtë, edhe për të kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Tjetër ndërprerje e lojës, Peralta vijon tjetër jashtë vijave kufizuese, ende nuk është rikthyer në fushën e lojës.
Edhe Kane shoqërohet jashtë vijave kufizuese, ndërkohë është rikthyer, me sa duket, jo, ende vijon të jetë Peralta jashtë vijave kufizuese. Të shohim lëvizjet Mustafa do të jetë në fushën e lojës në vend të Wallison. Largohet Peralta dhe vendin e tij merr Idrizo. Gjithashtu dhe Wallison në vendin e tij Mustafa. Keeper, stop! There, look. Okay. Julio, je vetëm. Erdi. Tabaku për pak shënon në portën e tij. Ruçi largon me kokë, e dërgon në goditje nga këndi. Vjon të gaboj kapiteni i skuadrës së Vorës. Janë disa pasime të gabuara këtë herë në prapavi. Në një zonë rreziku. Vjen ky kërsim me kokë Tabaku, shkon edhe një tjetër Sulëvari. Përvon tjetër kërsim për Gjoni me kokë, mbetet aty topi, vjen Mustafa, Qibuike ndërhyn. Shkon jashtë vijave kufizuese, rivënie me duar. Careful. Nuk ka fall Mustafa për Gjoni. Kane, Marku, gabon Kasala. Mban brenda vijave kufizuese Kasala. Vonon pasimin. Mund të ishte një kundërshtull më i shpejt, gjithsesi preferoj një pasim brapa te Kashari, ndërkohë që Daka vonë shkoi drejt fundores, e mbyll për ndreca me fall. Kemi goditje të lirë për skuadrën e Vorës. Shojmë çfarë do të cilët kjo goditje standarde. Vjen Arkimi, fall në sulm. Kane. Sulëvari. Daka. Përvon të kaloj Daka, Idrizu e mbyll. Minuta 73 drejt fundit. 1-1 shifrat. Përvon Malomo. Shkon drejt për drejt në duart e Ruçit, pa shqetësuar. Erdi. Tabaku mbrapa tek Ruçi. Kashari. Deanshi.
Mungon iniciativa për miqt. Duket sikur janë të pajtuar me rezultatin, edhe pse janë në superioritet numerik që nga minuta 17. Kasalla. Kombinimi me Karicën, sërish Kasalla. Tabaku. Karica. Nuk ka faul, diçka rregull, Qibuike. Ka me do i dëmtuar Sulovari, Geci. Vrapi. Qibuike. Ruçi. Shehi. Për Gjoni. Kane. Top drejt Mustafar, provon ta ul për Gjoni në mënyrë të gabuar Karrica. Kasalla, provon të rrojë spektakël, kjo ndërhyrje e Ade Duro. Ndërkohë Sanogo merr vendin e Malomos. Diçka më pak se 15 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt, ndërkohë do të jetë me këtë top gjatë drejt sulmit Geci. Qibuike. Vjen ky krosim, Karrica. Mbet topin Karrica, Sulovari. Për Ndreca. Kjo goditje Sanogos në rrjet, 2-1 shifra, disa po futurin në fushën e lojës, gjen rrugën e rrjetës Sanogo, topin në travers, më pas se përplaset në shpinën e Ruçit, e përfundon në rrjet, gjen golin Sanogo. Dy me një rezultati. Shumë edhe një tjetër golin. Gjeti hapësirën me Leci, kaloi kundërshtar dhe gjeti goditjen drejt portës. Dy me një shifrat. Kasalla. Daka. Vrapi. Kasalla. Geci. Kashari. Tabaku. Vrapi.
Qibuike. Tabaku. Kasala. Qibuike, Kashari. Karica gabon në kombinimin me Dakën, Idrizu mbyll në atë zonë. Vrapi. Geci. Ryn Sulovari, rivënie me duar për skuadrën e Vorës. Daka. Kemi goditjen e këndi për skuadrën e Vorës. Do të shkojë Geci për të arkuar. Nuk e mbrin Karica top jashtë vijave kuvizuese, rivënie me duar. Mustafa Sanogo, vjen kërësimi, edhe një tjetër për Mustafa, mbyll zuna. Kemi faul në sulm, goditje lirë, minuta 83 ka nisur. Geci. Qibuike. Deashej. Zuna. Qibuike, Kashari. Rinë Kane me kokë. Ade Duro. Geci vënon pasimin. Ja dhe në rinë Kane me pas kë faul.
Ka vetur I dëmtuar Kane. Ndërkohë gati lëvizja e radhës tek skuadra e Vorës. Fazla Giç do t'jetë në lojë. Largohet kështu Geci. Marku në këtë goditje të lirë, luhet minuta 85. Tabaku. Dueli mes kapitenave shkakton faulla I Vorës ndaj atij të Bylisit. Sulovari për Gjoni, Sulovari sërish. Është në kombinimi mes të dyve. Provon të kërcoj Sulovari, e mbyll vrapi. Kemi rivëdhje me duar. Kane. Marku në këtë top drejt zonës, mbyllin lojtarët e Vorës. Nuk arrin më pas ta kontrolloj aty Kasalla. Marku topi gjati Markut. Mustafa nuk e mbrin në zona, kthen mbrapa te Kruçi, I cili largon me këmbë. Rivëni me duar. Momenti për të parë dhe pjeshkën në fushën e lojës do të jetë ndrimi I radhës I skuadrës së Bylisit. Çibujke. Tabaku. Vrapi. Çibujke. Topi gjatë për Dakën. Kashari. Shehi. Çibujke. Vrapi.
Kane ndërhyn dhe kemi goditje nga këndi për skuadrën e Vorës në minutën e 89, jemi drejt fundit. Në kohë ende nuk është kryer ndrimi, ende nuk ka hyrë në fushën e lojës Pjeshka. Tabaku vjen kërcimi i vrapit, Vashue ka në duar, kontrollon francezi pa probleme. Këtë arkim të ardhur nga krahu. Largohet për Gjoni në vendin e tij Pjeshka. Kjo është lëvizja e radhës për skuadrën e Bylisit dhe trajnerin Mirel Josa. Tre minuta shtesë në fundin e kësaj sfide. Topi gjatë i Markut. Pjeshka. Sulovari. Ftohet Kane, është vjeve kufizuese, rivëni me duar. Qibuike. Zuna. Fazlagic. Daka. Kasala. Qibuike. Tabaku. Vrapi, Qibuike, Kasala, ka faul Fazlagic, Qibuike, topi pa gjatë për para, Dejan Shehi, pozicion e shloje, drejt mbylljes e minuta 2 të shtesës, vetet vetëm 1 minutë nga 3 minuta të akorduara. Probleme për Vashun, portierin. Dhe pak sekonda për të mbyllur 3 minutat e shtesës. Do tjetë kapiteni Aurel Marku. Topi Markut i lërguar jashtë vijave kufizuese. Është minuta e 4 të shtesës, Grimsi lejon në të luhet ende.
Topi gjatë i vrapit. Kërkohet Daka. E mbyll këtu Grinci. Byllisi fiton për balë Vorës me shifrat 2-1, 9 pikë për skuadrën e Byllisit pas javës së 9 dhe 10 pikë për skuadrën e Vorës. Miq, ishte gjithçka nga Dush Muça për këtë përballje, bashkë miru dëgjofshim në transmetimet e tjera.